pak fillojmë të pranojmë edhe thirrjet e juaja telefonike. Ndërkaq që jemi me frekuencat 95.2, 90.8, 048 400 004 është numri jonë i telefonit. Dhe më njëherë po inkuadrohemi me kryetarin e komunës së Drenasit, zotri Ramiz Ladrovsi. Arsyeja pse do të flasim sot është sepse kjo komunë për të tetën herë radhazi është zgjedhur komunë kampion. Andaj kryetarin e kësaj komune kampion e lusim që ta lëshoj kamerën dhe të bisedojmë së bashku. Po pra, për herë të 8 radhazi komuna Drenasit është kampion në qeverisjen lokale. Hera e 8 një shok këto producenti Fita sa ja ka kalu edhe Mesit me titujt e fituar. Kryetara, ja ke kalu Mesit? Përshëndetje. Përshëndetje. Mesi është i madh, po na si komunë kemi punu mirë, kemi performu mirë. Është për 10 vjetë qeverisje, 8 herim, partner herim, 3, me shka me këtë rastu ne i përshëndes dhe i falenderoj gjithë qytetarët e Drenasit, ekzekutivin, kabinetin tim, asambleistat, kryetarët e fshatrave, kështu me radhë, gjithë ata që kanë kontribuci na me kanë kampion performancës mirë në Kosovë. Ku është sekreti, kryetar? Nuk ka sekret. Unë menoj që për kushtimi gjithë qytetarëve, i gjithë zyrtarëve komunal, i gjithë akterëve është me punu mirë, me provu me punu mirë. Sekreti nuk është se na i këna mritë gjitha fushat, për 16 fushave që motën janë 89 indikator, ne kemi marrë 80.087, shtu që na nuk i këna marrë gjitha pikë, po komunat tjera janë më pa neve. Ne ja këna marrë dorën punëve, atyne punëve që janë meq, këto kritere i kontrollon Ministria Pushtetit Lokal, dhe ju e dini që Ministria Pushtetit Lokal nuk na konë sy neve për me na animu, po veç me na sakatu, me gjitha të ne i falenderoj për koreksin, sepse nga ato që i kemi dërgu në raportet, ata na i kanë zbrit disa pikë, po me gjithat, aty e kanë edhe ambasadën e Suedis, ambasadën e Zvicrës, e kanë ambasadën e Bashkimit Evropian, se cilë bashkë i kontrollojnë dhe ne na kanë vlerësu për herë 8, dhe me kanë vendin e parë performancë komunale. Por si po ja dilni, pra me që nuk kanë një mbështetje të duhur, pra nga ministria si që përmendet, si po ja dilni të jeni kampion për herë ndëruar? Po, ne, jo vetëm komuna jonë, gjitha komunat janë të dëmtu përgjithësi për shkak kontratave kolektive. Sigurisht na mos me na pas marrë buxhetin, veç mu në komunë tani kanë marrë 19.600.000 euro deri tash kontrata kolektive, çka janë obligimi qeverisë. Jo me vetë një komunë që e kom pa ditë Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Shëndetësisë pres që në gjyq ta fitoj gjyqin dhe t'i kthejmë këto pare për të mirën e qytetarëve të Kosovës. Këtë buxhet që na marrin, ne nuk mujmë i kry investimet që i kena planifikuar para pomit. Dhe normal që qytetarët mërziten sepse ne atje kena buxhetu, pastaj nuk e kemi kry projektin, atyne nuk i interesan, pëse ti ka marrë qeveria, ta menojnë që duhet me kry punën. Po, kur ti merë qeveria, ti merë në një këtë, ku e kena projektin dhe nëse nuk na i merë këtë porët, ta ti kodit, neve na aprish kodin buxhetor. Ta zomë nëse kem 10 milioni investime për diçka, me na i marë 10.000 euro, 1.000 euro me na i marë na aprish kodin asume në procedura. Kështu që këto janë domet që na bohen, pa ndërprej dhe po vazhdo me na i bo. Tash që mas gjitha gjasave, po provon edhe pronat e komunës, me i marë në ata një medal veç me qirat dhe zi qa bojë ma shumë. Po pse pritet të bëhet një padin ndaj Ministrisë Arsimit dhe Ministrisë së Shëndetësisë? Unë e kum bo padini, ka që një vjetë e gjysë e kum bo padin, sepse kontratat kolektive, buxheti për arsime, për shëndetësi është grandi qeverisë. E tash edhe këto, do me thonë, kontratat kolektive do të me i përmbush, me planifikuar dhe me i përmbush qeveria, jo na, sepse neve s'do të me na i hjek. Po gjykata ka vendosë, ata janë punën tonë edhe neve
na godit për mbaruesi. Po, për kundër këtyre vështirësive, siç e thatë, të vlerësuar nga një komision i ndërkombëtarëve edhe lokal i ekspertëve, komuna Drenasit është kampion për vërtet, ju përgëzoj për punën kryetar, edhe shpresojmë që ky problemi kontrata kolektive me cilën 11 milion, domethënë, po besoj që është mirë mja rikujtuar një qytetarëve të Drenasit dhe jo vetëm se me ato para, ndoshta shumë projekte siç e qarut shumë mirë ju për shkak të paqartësive dhe rregullet jo të adekuat, sepse edhe mi u lën komunat mi pagu ato para mi u qit paret adekuat me kat për katës për mi pagu kontratat kolektive nëse veç pjalojnë komunës. Kështu që ju përgëzoj për punën kryetar, edhe juve edhe këtë stafin. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe përshëndetje e Drenasit, faleminderit për gatishmërinë e juaj që mu shpreh, domethënë me bashkëpunu me emisionin ton, edhe shpresojmë që në të ardhmen këto probleme do të tejkalohen në relacionin me pushtetin qendror. Ju e dini që na gjithmonë jemi kanë të hapur për mediat, pavarësisht edhe kur nuk na e thonë të vërtetën, na jena të hapur për ta. Deshta me shtu edhe një sen, shembull këtë vit mu mi kanë marrë mjetet edhe për ndryqimin publik. Pra, mu del me milion fshatrat pa drita, që njerëzit me na luftu pastaj me tonë se ati si interesën se ti ka marrë mjetet. Unë s'kom ka i marrë mjetet, janë procedurat shumë stërgjatura për me mujt na s'kena me pas me pagu, drita s'kena me pas me pagu, rrymen në komunës e në shkolla, edhe Po. E çfarë pritet të bëhet këtë rast? Këtë me nasit në kolaps në gjitha drejtimet. Po, shpresojmë që qeveria ardhshme që del nga zgjedhjet e qershorit të ketë një bashkëpunim më të mirë edhe me asociacionin e komunave, edhe me komunat kështu vetanake, në mënyrë që këto probleme që i prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të tejkalohen, kryetar. E luzim Zotin që ata të fillen jashtë. Faleminderit shumë kryetare, dëshiroj një javë suksesshme edhe shihemi. Faleminderit shumë kryetar që ishit pranë emisionit Folmarin. Ditë mbar. Shihemi, dëgjojmë në suksese tjera. Po pra ishim me zotin Ramiz Ladrovsin, kryetar në komunës së Drenasit.